Pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, Albin Kurti doli para mediave për të komentuar rezultatet paraprake. Ai tha se lëvizja vetëvendosje ka shënuar një rritje të vazhdueshme duke fituar bindshëm në disa prej komunave më të rëndësishme të vendit. LVV ka një histori vetëm 12 vjeçare në zgjedhjet lokale, por këto vite ka dëshmuar rritje të pandalshme dhe të vazhdueshme. Në zgjedhjet të mbajtura atje, disa rezultate LVV ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenic dhe Shtim. Me votat në diaspor mund të dalë që edhe Gjilanin e kemi fituar pa balotazh. Me votat nga diaspora mund të dalë që edhe Gjilanin e kemi fituar pa balotazh, që do të thotë se në 4 komuna ku kemi qeverisur vazhdojmë pa balotazh. Po ashtu jemi në një garë me 12 komuna nga 17 që kanë shkuar në balotazh. Këto rezultate tregojnë se lëvizja jonë jo vetëm që ka ruajtur rritjen, por është ngritur si forca kryesore politike dhe në nivel lokal. Dhe kjo është dhurata e popullit për 20 vjetorin e LVV-s. Kryeministri Kurti në fjalën e tij u referua edhe situatës të Mitrovic, ku ka pasur raportime të ndryshme dhe polemika lidhur me rezultatin e zgjedhjeve. Ai kërkoi organet e drejtësisë të hetojnë ndërhyrjen dhe manipulimet që sipas tij cënojnë procesin demokratik. Ajo çka ndodhi rreth raportimeve për Mitrovic duke hetuar, po bëhet fjala për inxhinieri për ndërhyrje flagrante, exit pollet për dallim nga një ishin të manipuluara, ndërsa postimi i lajmeve të rreme nuk është thjesht një huqe, është cënim i demokracisë. I ftoi organet e drejtësisë të merren me këtë çështje. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se numrimi i votave të diasporës pritet të përfundojë brenda pak ditësh, ndërsa raundi i dytë i balotazhit për zgjedhjet vendore do të zhvillohet pas 2 javësh.